Leximi i ditës, Ungjilli Lukës, kapitulli 22. Vargu kyç. Pastaj mori bukën, tha lutjen e falënderimit, e theu, u dha dishepujve, e tha: Ky është trupi im që jepet për ju, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Shpjegimi. Kapitulli 22 na çon në natën më dramatike të historisë. Jezusi mbledh dishepujt për darkën e fundit, duke vendosur pesëlidhjen e re. Ai tregon se autoriteti i vërtet vjen përmes shërbimit. Kush është më i madhi? Megjithatë, kjo natë shoqërohet me tradhtimin e Judës dhe mohimin e Pietrit. Pika kulminante është lutja në Gjetsemani, ku Jezusi dorëzon vullnetin e tij njerëzor te Ati. Jo vullneti im, por yti u bëft. Lutu me mua. Lutja reflektimit për ditën 22. O Zot Jezus, unë të falenderoj ty që ti u bëre sakrifica jonë e Pashkës. Faleminderit që ti edhe trupin dhe gjakun tënd të mbulosur një beslidhje të re dashurie me mua. Më fal për herët kur të kam tradhtuar me veprime apo kur të kam mohuar si Pietri. Më jep forcën të qëndroj zgjuar në lutje dhe të mos hyj në tundim. Në momentet e mia të agonisë dhe pasigurisë, më mëso të them me besim të plot. Jo vullneti im, por yti u bëft. Bëje zemrën time një vend shërbimi dhe përkushtimi ndaj teje. Amen.